Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala hatamil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. I nderuar imam I xhamis, të nderuar hoxhallar, të nderuar xhamat, të nderuar kryesi e kësaj xhamie, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua t'ju falenderoj përzemërsisht për mundësinë që t'jem sot me ju. Nuk është hera parë që vizitoj Hamburgun, por është hera parë që vizitoj këtë xhami dhe shpresoj që inshallah vizita tjetër të jetë tek xhamia e re. Edhe inshallah Zoti I jep bereqet projektit punës tuaj, inshallah I jep sukses, I lutemi Zotit për taufik për punën që po bëni në këtë xhami dhe në gjithë xhamitë dhe në gjithë qendrat islame të shqiptarëve kudo në Gjermani dhe kudo në diasporë. I jam mirënjohës mikut, vllajt tim, hoxhës tim, Ensar Efendiut për ftesën bujare që t'jem sot me ju dhe në dallim nga rastet e tjera kur zakonisht netët e Ramazanit I dedikohen derseve dhe mësimeve ku përpiqemi që të afrojmë zemrën me krijuesin ton, ku përpiqemi të realizojmë qëllimet e agjërimit dhe qëllimet e ibadetit duke u afruar kuptimeve të larta të ibadetit, pasi siç na kujton Zoti në Kur'an, për herë të gjitha veprat e të gjithë ibadetet tona nuk kanë vetëm qëllimin primar fizik, por kanë qëllimin mirëfill të tyre shpirtëror, siç thot Zoti në Kur'an, wa uqimu salata li dhikri, dhe faluni që të më përkujtoni mua, e përjedhim pra arsyeja e namazit është përkujtimi I Zotit, ashtu siç edhe arsyeja e agjërimit është që të arrijmë që të realizojmë takwan, ndrojen, ndërgjegjësimin për Zotin. Të gjitha ritualet, të gjitha ibadetet tona kanë pra për qëllim këtë realizim hyjnor, këtë realizim të devocionit, të qëllimeve të brendshme shpirtërore të devocionit. Por sot, duke biseduar me imamin ton, me hoxhën ton, me Ensar Efendiun, vendosëm që të sjellim një tjetër shqetësim të komunitetit ton. Vendosëm që të sjellim një diskutim për një tjetër breng që ka ndoshta komuniteti jon. Para disa ditësh isha I ftuar në një xhami, si xhamit tona, dhe afrohet gjatë kohës që po hanim iftar, afrohet një burr I moshuar, edhe më thot, kam një pyetje. Dhe unë zakonisht kur shkoj mysafir dhe më thon njerëzit kam një pyetje, unë I largohem pyetjeve. Dhe arsyeja pse I largohem pyetjeve është sepse e besoj mirëfilli që përgjigjet nuk për pyetje fetare nuk duhet të vinë nga larg dhe nuk duhet të vinë nga njerëz që nuk e njohin xhamatin. Pyetjet fetare I duhen drejtuar imamit të xhamis, atyre që njeh njeriu që po e bën pyetje, atij që e njeh situatën dhe kulturën e vendit ku ju jetoni, e përjedhimun edhe kur shkojmë mysafir I ri larg pyetjeve fetare, sidomos pyetjeve të praktikës, pyetjeve të fikut, sepse ne e kemi edhe nga selefët tanë, nga të parët tanë, që edhe Aliu radiallahu anhu për shembull ka dhënë përgjigje të ndryshme për njëjtën pyetje dy personave të ndryshëm, sepse gjendja e tyre, situata, realiteti I tyre ishte I ndryshëm. Kështu që unë nxitova dhe I thash këtij të moshuari, I thash, është më mirë që ta drejtosh pyetjen tënde, t'ia drejtosh imamit të xhamis. Dhe ai më tha, pyetja ime është, kur dhe pse jemi bërë musliman ne shqiptarët? Pyetja në thelb është një pyetje që në mënyra të ndryshme janë duke adresuar muslimanët shqiptar këtu edhe në trojet tona në Ballkan. Sepse debatet e ditës kanë sjell një lloj përpjekje për të hequr legitimitetin historik të muslimanëve shqiptar, duke sjell në pikpyetje vërtetësinë e islamit të shqiptarëve, duke ngritur pretendimin se nga se kjo është një fe e imponuar për rrjedhoj shqiptarëve u ka ardhur dita që të divorcohen, që të lajnë duart nga identiteti I tyre fetar. Ky njeri që erdhi ta bëj pyetjen nuk erdhi siç e kemi huq, siç e kemi zakon shumë prej nesh që përpiqen që të ngacmohen, që përpiqen të nisin një lloj debati
apo që të sjellin një lloj acarim në bisedë. Ajo është një pyetje e sinqertë, një pyetje shqetësuese që ka të bëjë me legjitimitetin dhe historinë tonë si musliman shqiptar. A është feja jon një imponim i jashtëm? E përjedhoj, a është feja jon një realitet i imponuar edhe i huaj për kulturën, për realitetin shpirtëror të shqiptarëve? Disa nga pyetjet që janë duke tronditur sot muslimanët shqiptar nuk kanë të bëjnë me teologjinë, nuk kanë të bëjnë me sifatet e Zotit, nuk kanë të bëjnë me pyetje të praktikës fetare, po kanë të bëjnë thellësisht me çështje të historisë, me debate rreth identitetit ton kulturor dhe historik. E përjedhoj edhe pse netët e Ramazanit normalisht duhen kaluar duke u përpjekur që të përkujtojmë mirësitë e Zotit ton, duke u përpjekur që të kemi afrimin me Zotin ton, duke u përpjekur që të kryejmë ato punë që na afrojnë me shpërblimin e Tij dhe që na largojnë nga dënimi i Tij. Besojmë që është kthyer një nevojë tejet e rëndësishme për muslimanët shqiptar, që ne të adresojmë jo vetëm këto pyetje në vetvete, por edhe shtratin se nga e kanë burimin dhe cili është qëllimi që janë ngritur këto debate mes nesh. Debate dhe pyetje të cilat ne nuk mund t'i neglizhojmë më, sepse edhe në qoftë se ato nuk trazojnë mendjen dhe zemrën tonë, janë duke trazuar mendjen dhe zemrën e bashkëfetarëve tanë. Sepse kemi një makineri të tërë politike, kulturore, arsimore që është ngritur kundra identitetit të muslimanëve shqiptar. Dhe kjo nuk i ka rënjët sot, i ka rënjët në një kulturë dhe në një politikë arsimore të shteteve komuniste, por që vazhdon edhe sot, edhe mbas rënies së komunizmit. E sidomos në një kohë tensionesh se a do jetë i pranueshëm Islami apo jo në Evropë, këto debate marrin ngjyrime të reja identitare. Të nderuar motra dhe vëllezër, këto pyetje nuk mund të i adresojmë më në mënyrë jo profesionale. E vetmja mënyrë dinjitoze, e vetmja mënyrë e mirëfillt se si të adresohen këto debate dhe tensione identitare që përçajnë shqiptarët sot. Janë duke përçarë shqiptarët sot. Shqiptarët janë duke shkëmbyer nga format më agresive të diskutimit me njëri tjetrin. Është duke u kthyer në një përçarje reale. Dhe nuk është përçarje fetare edhe kur flitet për fe. Kjo është përçarje politike dhe kësaj ignorance që po na përçan ne si shqiptar, ne duhet i përgjigjemi me dije të mirëfillt. Ne duhet i përgjigjemi me dije të mirëfillt. Dhe kjo nuk bëhet në muhabete as kafenesh e as interneti. Kjo bëhet duke ngritur institucione të vërteta, duke përgatitur historian të mirëfillt, jo njerëz që vetëm pse dalin në internet edhe pretendojnë rolin e historianit. Historia e cila është në thelb të debateve tona është shkencë, nuk është muhabet kafenesh, dhe si e tillë do të trajtohet në mënyrë profesioniste nga njerëz të cilët historinë e trajtojnë si shkencë. Duke parë mangësitë serioze që ne kemi si komunitet. Para disa muajsh, me disa miq në Shqipëri filluam një iniciativë. Ne vum re se Shqipëria ka 3 muzeume të trashëgimisë së krishterë. Dhe ne jemi të gëzuar që janë ato muzeume, sepse ato janë pjesë e trashëgimisë të gjithë shqiptarëve. Por si mund të kuptojmë që nuk ka asnjë muzeum të vetëm të trashëgimisë islame? Asnjë të vetëm. Kryeqyteti i Shqipërisë e ka fillesën e vet, e ka gurin themeltar të vetin, e ka me xhaminë e Sulejman Pashës. Xhami që nuk gjendet më sepse u dëmtua gjatë luftës së dytë botërore dhe e shkatruan tërësisht më vonë komunistët. Gjurma e fillimit
të qytetit dhe të shtetit shqiptar nuk gjendet më aty, e përjedhoj edhe muslimanët e sotëm janë njerëz të cilët nuk kanë një kuptim të rrënjve të tyre në atë qytet. Të hoxhallarëve që kanë nisur jetën fetare dhe të xhamatlive të atij qyteti. Po lexoja para pak kohësh për historinë e shkatrimit të pazarit të Tiranës. Midis njerëzve që punonin në atë pazar, ishte një jorganxhi, ai thoni jorganxhi, njeriu që përgatit jorganët. Dhe kur prishet pazari dhe prishet xhamia, ai u mbyll për 20 vjet në shtëpi sepse nuk kishte më kuptim për të dilte nga shtëpia. Gjerë ditën që ai vdiq dhe u nxor si xhenaze. Për te nuk kishte më kuptim të dilte nga shtëpia mbas prishjes së xhamisë dhe prishjes së pazarit, e cila ishte zemra kulturore dhe shpirtërore dhe sociale e atij qyteti. Kjo të kujton historinë në Kur'an të djemve të shpellës. Në Shqipërinë komuniste ka vëllezër të cilët me familjet e tyre kanë shkuar dhe janë fshehur në shpellat e malësisë në mënyrë që të ruajnë fenë e tyre. Kjo nuk është vetëm historia e tyre, kjo është historia jonë, kjo është dhe historia e fëmijëve tuaj. Sepse tek përpjekjet e atyre njerëzve, tek përpjekjet e njerëzve si Hafiz Sabri Koçi, në agjërimin e tij në 28 vjet si i burgosur politik, në vuajtjen e të gjithë hoxhallarëve që u përsekutuan në komunizëm, në mundimet tuaja si emigrant që në djersën dhe në mundimet tuaja jeni duke përpjekur të ndërtoni xhamit edhe në këtë vend. Është dëshmia më e mirë se të gjitha pretendimet se Islami nuk është pjesë qendrore e muslimanëve shqiptar është e rreme. Pretendimi se Islami nuk mund të jetë pjesë e jetës së muslimanëve në Evropë, ky pretendim përgënjeshtrohet më së miri nga njerëz si ju. Ju jeni dëshmia më e mirë e faktit se kjo fe ka forcën energjike, ka dinamikën për të frymëzuar dhe për të i dhënë kuptim jetës së njerëzve në këtë kohë dhe në çfarëdo lloj kohe, në këtë vend dhe kudon në këtë planet. Kjo është feja e Zotit, është fe universale për çdo kohë dhe për çdo vend. Ata që pretendojnë se xhamit tona gjenden aty sepse i kanë ndërtuar pushtuesi, nuk mund të thonë asgjë për xhamit që këtu po i ndërtojnë shqiptarët në mundimin e jetës së kurbetit. Por ne sot jemi të detyruar që t'i përgjigjemi në mënyrë dinjitoze, institucionale dhe shkencore sfidave me të cilat ne po përballemi. E përjedhoj kur filluam pak muaj më parë, themeluam Institutin Konak në Shqipëri në mënyrë që të ngrejmë dhe ne një muze të artit dhe të trashëgimisë islame. Ka shumë njerëz që thonë, po pse nuk e bën shteti këtë? Këtë duhet ta bëj shteti. Ndoshta duhet ta bëj shteti. Por nëse shteti nuk e bën, a do të thotë kjo që ne si musliman duhet ta lejmë pa e bërë? Dhe e vërteta është që në çastin që edhe qeveria shqiptare pa njerëz me pasion, pa njerëz me dedikim për ta bërë këtë, kryeministri i Shqipërisë erdhi në eventin ton dhe deklaroi që një nga ndërtesat e pakta të vetme të arkitekturës osmane që ka mbetur në Tiranë, ndërtesa e Sarajeve, t'i jepet Muzeut të Ardhshëm. Në qoftë se duam të përfitojmë edhe mbështetjen e qeverisë, qeveria duhet ta shohë që ne jemi njerëz me vizion, që ne jemi njerëz me kuptim, që ne jemi njerëz profesionist, edhe njerëz me pasion për të ngritur institucione të vërteta që t'i përgjigjen nevojave të cilat ne kemi sot, nevojat që do kenë edhe fëmijët tanë për të kuptuar rrënjët dhe identitetin e tyre kulturor. Një nga sfidat të cilat patëm është se në çastin që ne vendosëm që do duhet të kemi dhe të ngrejmë një institucion të mirëfillt, dhe institucioni ngrihet me dije, ngrihet me profesionalizëm, ngrihet me ekspertizë, ne pam që na mungonte ekspertiza e shumë njerëzve për të realizuar detyrat e një institucioni të tillë. Kujtoni se para ca kohësh pati një zbulim të disa varreve të vjetra në Maqedoninë e Veriut. Dhe çështja e varreve, e zbulimeve të varreve është shumë e rëndësishme sepse ka të bëjë në mënyrë të drejtë për drejtë me debatet rreth autoktonësisë së shqiptarëve në ato treva.
ku maqedonësit vazhdimisht ngrejnë dyshime mbi vjetërsinë dhe mbi të qenit autokton të shqiptarëve. E megjithatë, edhe pse ky zbulim ishte kaq i rëndësishëm, shqiptarët nuk gjenin dot një arkeolog specialist që të merrej me to. Sepse ne nuk kemi përgatitur specialistët e vërtet që të mund të adresojnë, jo që të shpikin historinë si na e do neve qefi, por në mënyrë reale të adresojnë në mënyrë shkencore të vërtetat historike të shqiptarëve në përgjithësi dhe të muslimanëve shqiptar në veçanti. Unë sot do thoja që është nevojë fetare, kulturore dhe patriotike e jona që ne të ngrejmë ekspertizën, që ne të kemi ekspertët, që ne të kemi profesionistët, të cilët do adresojnë këtë çështje madhore, sepse pa kulturë kombëtare nuk mund të ketë të ardhme kombëtare. Të gjithë ne mblidhemi dhe hera parë që unë kam qenë në Hamburg, kam qenë me rastin e festimit të pavarësisë së Shqipërisë. Të gjithë ne mblidhemi në rastet e festave kombëtare, qoftë në 28 nëntor apo qoftë në shkurt për të përkujtuar pavarësinë e Kosovës. Por ne nuk mund ta reduktojmë edhe një herë patriotizmin ton në ca mbledhje me çifteli një herë apo 2 herë në vit, të cilat pastaj harrohen për gjithë vitin. Patriotizmi sot është që ne t'i adresojmë nevojat reale kombëtare, në qoftë se nevojat e gjerdjeshme në kohë lufte ishte që të mbështetej lufta dhe rezistenca, sot nevoja e mirëfillt patriotike është që të adresohet çështja e arsimit edhe ekspertizës kombëtare. Shikoni të nderuar motra dhe vëllezër. Shikoni kush janë rezultatet e gjithë testeve ndërkombëtare të fundit në lidhje me Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë. Shqiptarët kanë nga të dhënat më të ulta të nivelit arsimor në nivel jo vetëm evropian, po edhe botëror. Kemi rënje të niveleve arsimore dhe në qoftë se ne nuk do prodhojmë ekspertët e ardhshëm, profesionalistët e ardhshëm, zëri shpërbleft, atëherë ne nuk do të kemi kombë në të cilën ne mund ta festojmë për 28 nëntorin. Në qoftë se ne jemi të sinqertë në patriotizmin ton, kjo është sfida patriotike. Sfida patriotike është që ne të prodhojmë burimet njerëzore. Unë e kam thënë dhe herë tjetër kur kam qenë këtu në Hamburg, ne shqiptarët jemi realisht të Zotë edhe ndërtojmë struktura, ne jemi ndërtues. Ne jemi ndërtues të këtij vendi. Por ne duhet të mendojmë në mënyrë serioze edhe për nevojën për të ndërtuar njerëz, për të ndërtuar burime njerëzore. Sepse institucionet nuk mund të jenë vetëm mure. Institucionet ngrihen nga njerëzit që janë brenda atyre mureve. Në kohën në cilën ne po jetojmë sot, do ketë gjithnjë e më pak prirje që të mbështeten ato që quhen humanitetet, pra studimi i historisë, studimi i gjuhësisë, studimi i shkencave sociale. Ne shqiptarët krenohemi dhe identifikohemi në bazë të gjuhës, por ne sot nuk po prodhojmë gjuhëtar. Në qoftë se ne pretendojmë se elementi thelbësor që na identifikon ne si kombë është gjuha, atëherë ne duhet të mendojmë se kush janë pasojat e faktit që ne nuk po prodhojmë sot gjuhëtar. Dhe përsëri ne mund të themi, po pse nuk e bën këtë shteti? Unë mendoj që pyetja pse nuk e bën këtë shteti ka edhe një nivel tjetër zhgënjyes për ne muslimanët, sepse në historinë e civilizimit islam, mbështetja e arsimit nuk ka qenë punë shtetërore, ka qenë vakëfe që kanë ngritur individët. Kur ne krenohemi që muslimanët kanë hapur universitetet e para në botë, nga Kairouan në Marok, në Zejtuna në Tunizi, në El Eser e Sherif, ku ka studiuar dhe hoxha jon në Egjipt, universitetet e para të botës, ato nuk janë ndërtuar nga shteti, të nderuar vëllezër. Ata janë ndërtuar nga vakëfet e individëve. Universiteti i parë në Kairouan është ndërtuar nga një grua e vetme. Dhe sigurisht
mbi ato janë ngritur dhe kanë ardhur dhe gjenerata të tjera që e kanë zgjeruar. Universiteti ku unë jap mësim në jug të Stuttgartit në Tübingen është themeluar në 1477 nga një njeri vetëm. Dhe sigurisht më vonë kanë ardhur dhe të tjerë dhe e kanë zgjeruar, po ai as nuk mund ta dinte Eberhard Karl kur e themeloi Universitetin e Tübingenit se 400 vjet më vonë në atë universitet do bëhej zbulimi i ADN-s, që është një nga zbulimet më të rëndësishme shkencore në historinë e njerëzimit. Po mbi bereqetin e atyre që kanë ardhur më përpara, mbi kontributin e atyre që kanë ardhur më përpara, do ngrihen institucionet e të ardhmes. Ata prej jush që kanë filluar emigracionin herët, kanë pasur kushte më modeste për të falur, po mbi punën dhe kontributin e tyre është nuk e u ndërtuar xhamia e re. Kjo është historia e civilizimit. E përjedhoj duke biseduar me hoxhën tonë, me Ensar Efendin, ne vendosëm që të përpiqemi që të ripërtërim atë traditë të vjetër të vakëfit, në përpjekje për të mbështetur shqiptar nga treva tona, të cilët tregojnë që kanë talent, që kanë aftësi për të adresuar fushat e dijes që kombi jon i ka nevoja urgjente, siç janë studimi i historisë, siç janë prodhimi i arkeologëve, siç është prodhimi i gjuhtarëve dhe fushave të tjera, dhe ta bëjmë këtë në mënyrë profesioniste, me një komision njerëzish që njohin edhe komunitetin, po njohin edhe jetën akademike, siç është edhe Ensar Efendia, siç është edhe imami jon në New Jersey, doktor Rifat Alili, siç është profesoresha e Universitetit të Tiranës, Anjeza Xhaferi. Nëpërmjet një komisioni do e hapim atë për shqiptarë të cilët duan që të kryen të ndjekin studimet në universitetet evropiane, ku ne do i ndihmojmë ata që të mbartin profesionalizmin e duhur dhe që ta kontribuojnë atë në vendet tona. Dhe nëpërmjet këtij vakëfi, ne duam të fillojmë ripërtëritjen e kësaj tradite, duke besuar se do e pasojnë dhe të tjerë, do e mbështesin dhe të tjerë, dhe ky është kontributi ku patriotizmi nuk është më vetëm një herë apo 2 herë në vit, por është krijimi një tradite dhe një kontributi të mirëfillt në këtë luftë ekzistenciale për kulturën kombëtare, luftë që ndoshta nuk po luftohet më me pushk, por luftë që është në fushbetejën e kulturës dhe të arsimit. Profeti a.s. thot në një hadith të mirënjohur që në qoftë se vjen dita e fundit, në qoftë se vjen kiameti, në qoftë se çdo gjë është duke përfunduar dhe ju gjen juve duke mbjellur një fidan, mbille fidanin. Ajo që ne po përpiqemi që të nisim sot si përpjekje, ky institucion dhe ky vakëf që duam që të nisim sot është pikërisht të fillojmë mbjelljen e fidanëve në mënyrë që ne të kemi pemët dhe frutat e pemës dhe të korim frutet nesër. E konsiderojmë këtë si nevojë ekzistenciale, esenciale të popullit shqiptar. Dhe shpresojmë që të gjithë ne si bashkësi, jo vetëm këtu ku jemi në Hamburg, po edhe në të gjithë trevat e tjera, ta shohim këtë si mënyrë praktike për të ngritur mundësinë për një patriotizëm aktiv. Për një patriotizëm aktiv që nuk reduktohet vetëm në 2 ditë, por kërkon që të mbjell fidanët për pemët e ardhshme. Duke falënderuar përzemërsisht për mundësinë që të ndaj me ju këtë dertë, për mundësinë që të vazhdojmë bisedën që kemi nisur me Ensar Efendin, bisedë të cilën e kemi nisur në fakt kur jemi mbledhur për të përkujtuar 28 nëntorin një vit më parë. Kur kemi menduar dhe kemi reflektuar se cilat janë hapat dhe kontributet tona reale për një patriotizëm i cili ndihmon në mënyrë aktive dhe praktike vendin tonë. Duke falenderuar që më dhatë mundësinë që ta ndajmë këtë shqetësim, Zoti ju shpërblef me të mira, Zoti dhën bereqet juve në familjet tuaja, Zoti i kthef ditët e këtij Ramazani nur e bereqet në familjet tuaja, i bëf ditë afrimi me Zotin, falje të gjunafeve tona, afërsie të zemrave tona, Zoti i bekoft edhe i ruajt vendet tona, shtoft besimtarët e këto, shtoft dashurinë midis njerëzve tanë, i largoft grindjet, acarimet, pa dallim nga çfarë besimi njerëzit janë,
lutim Zotin që të afrojë atyre zemrave. Ne kemi nevojë për bashkim, kemi nevojë për profesionalizëm, kemi nevojë për të adresuar sfidat e të ardhmës, nuk kemi nevojë për përçarje. I lutemi Zotit për taufik. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderoj përzemërsisht mikun tim të shtrenjtë, mysafirin ton të shtrenjtë që ani pse në fillim të ligjëratës tha që nuk do të ligjeroj si hoxha, ma ligjeroj tamam si një hoxh si ka hije, ja dha hakun kursis, Allahu xhaleshanuhu e shpërbleft. Unë i thash doktorit që prezantimin se kush është doktori do ta lëm, si mbrëm do ta lëm për në fund që ta dëgjojmë të gjithë. Sonte kemi fatin që të kemi në mesin ton doktor Besnik Sinanin, ligjërues në Universitetin e Tübingenit pra këtu në Gjermani në Baden-Württemberg, po që përveç kësaj është një nga figurat më aktive që mundohet që këtë që përmendi patriotizmin aktiv ta shndroj vërtet në vepër të tij dhe jo thjesht në predikim, që mundohet që sadopak ne të lëmë një gjurmë pozitive për kohët, për gjenerata që do të vinë pas nesh. Ajo nisma që e ka marrë doktor Besniku është ajo që ne gjithmonë e kemi pasur hall. Ne gjithë e dim se nuk kemi nga dje shqiptar dhe gjithë e dim se kemi një kulturë dhe ju më keni dëgjuar edhe këtu në të kursi që shpesh që flas që kemi kulturë, që kemi traditë, që kemi rëndë themele, por që institucionalisht nuk e kemi këtë të ruajtur. E iniciativa dhe nisma është që elhamdulillah hapat e parë janë bërë që si fillim në shtetin ton am të themelohet një muze i trashëgimisë islame të shqiptarëve, ku do të fillojmë të ruajmë gjithë të. Edhe ashtë Allahu që të kemi mundësinë gjitha trevat tona të kemi një të tillë, po njëherë ta fillojmë aty ku duhet ta fillojmë. E hapat e parë janë bërë, por e para që do të na duhej, unë kam thënë shpesh që kur maqedonët atje në Maqedoni kanë shpifur akuzat të ndryshme ndaj ne shqiptarëve. Problemi ne nuk e kemi pasur që s'mund t'i demantojmë akuzat. Problemin e kemi pasur që s'kemi pasur njerëz me titullin e mjaftueshëm të rinë prapa këtyre akuzave që përgjigjen. Kur e ashtu quajtur Akademia e Shkencës Maqedoni pretendonte që shqiptarët ishin ardhacak, neve na mungonin akademikët që dëshmojnë historinë që ne jemi autoktonët. Edhe ke pjesa islame ne kemi 2-3 njerëz që janë bërë të zhurmshëm e pretendojnë diçka që nuk ka të bëjë me realitetin, por nuk kemi 2-3 tjerë nga ana jonë që shkencërisht ta mbështesin faktin se ne jemi musliman nivel burimor. E me qenë se Ramazani është muaj i ikres, i fjalës së leximit, ne deshëm që nga këtu ta fillojmë nismën që të fillojmë në fillimet e veta një fondacion modest, por pastaj duke u rritur që jo vetëm të prodhojmë hoxhallar, elhamdulillah, populli ynë gjithmonë ka ditur të mbështesë dhe ne kemi prodhuar gjithë ta hoxhallar që i kemi, po që të vazhdojmë dhe të arrisim këtë dhe të prodhojmë tani edhe intelektualet tjerë që neve na duhen të mbështesim, zemërgjërsinë tonë të madhe që kemi pasur gjithmonë, ta kanalizojmë edhe në këtë nevojë urgjente që kanë muslimanët shqiptarë për të prodhuar njerëzit e aftë të tyre. Prandaj ne nga sonte publikisht e fillojmë të nisim që si fillim kemi idenë që ne na mundsoftë Allahu të zgjedhim nga një kuadër nga të 3 trevat tona të mëdha nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia që në qendrat më të fuqishme evropiane t'u mundsojmë që ata të studiojnë, që kur ta jepet leja të fillojnë muzeun, të kemi njerëz që do të dinë të punojnë me këtë muze, se unë hoxha nuk shkoj do të punoj me artefakte historike. Edhe doktori është historian, po historiani pjesës teorike nuk është mirëmbajtës i artefakteve, do na duhen njerëz që ta bëjnë këtë punë në formë profesionale dhe për këtë na duhet ai bashkimi historik që kanë pasur gjithmonë muslimanët. Që nga njëra anë të jenë ata që do të shkruajnë, nga ana tjetër të jenë ata që asaj penës që shkruan t'i japin ngjyrë, se pena e thatë nuk shkruan. E ngjyrën penës e vendin atyre që shkruan me penë, gjithmonë ma kanë dhënë njerëz bamirës, njerëz zemërgjërë që e kanë mundsuar që kjo të funksionojë. Kur ma përmendi këtë ide, doktor Besniku, ndesha që nderin që ta fillojmë këtë ide, ta kemi ne këtu. Që t'jemi, e dini, mund mos jemi më të mëdhenj, dhe nuk jemi gjëmati më i madh, po duam që një gjithë vogël të kemi nderin që t'jemi ata që e kanë filluar. Se është shumë punë e madhe, me lejen Allahu xhaleshanuhu dhe bereqetin e tij të fillosh diçka. Pastaj le ta marrin ata që janë më të mëdhenj, le ta rrisin dhe le ta zmadhojnë, po që nesër inshallah të kemi atë sevapin që e kemi filluar e asaj që ka thënë pejgamberi alayhis salam, që kush fillon një punë të mirë do të ketë shpërblimin e saj dhe gjithë atyre që pastaj do ta bëjnë këtë punë deri në ditën e Kiametit pa ju paksuar askujt shpërblimi i tyre. Unë këtu dua publikisht doktor Besniku t'i them diçka që nuk i kam thënë. Ne atje në fshatin nga Vjun kemi pasur një hoxh të madh, që Mal Efendi Abdulin që
ka lënë me qindra vepra që janë sabotime të vjetra të fillim shekullit 20 e sajtë të shkrime e punime të tij. Të gjitha veprat e tij mbahen në biblioteka familjare që nuk di t'i lexoj askush. Unë dua të bëj përpjekje serioze që kërkesave individuale që u janë bërë atyre për të dhënë një pjesë të tyre, ata i kanë refuzuar. Po që tani kam shpresën që kur të bëjmë një përpjekje institucionale që për një muze kombëtar u kërkojmë të artefaktet, kemi mundësi që edhe ne nga ana jonë andej një copës të islamit e trashëgimisë tonë shqiptare, andej kemi mundësi që ta sjellim që edhe ne të kemi një pjesës të vogël atje, kur të kemi inshallah muzeun tjetër atje, që të kemi edhe ne që të themi edhe ne nga ana tjetër ishim ata që kemi qenë, jemi me taban, jemi me themel dhe do të vazhdojmë të jemi me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Ne këtu nga një herë në muaj mbajmë nga një ders xumaje hoxhallarët tanë të mëdhenj, fillim shekullit 20 e fund 19-s, që kanë lënë gjurmë me kontribute të mëdha që t'i njohim këta emra. Allahu na mundsof që tani ta bëjmë këtë edhe me vetë. Falenderoj edhe një herë që i shësonte këtu me ne. Allahu xhaleshanuhu ta shpërblet çdo kilometër që e ke bërë. Ju falenderoj edhe juve për vëmendjen dhe për prezencën. Allahu na mundsof që kësaj xhamie, këtij xhamati e muajit të Ramazanit asnjëherë të mos i mungojnë mysafirët se janë bereqet, të mos i mungojnë nismat e mira e nismat e mbara, sepse Ramazani është muaji i fillimeve të mëdha, i fillimit të shpalljes dhe pejgamberisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i luftës së Bedrit dhe i ndarjes së të vërtetës nga e pavërteta, i çlirimit të Mekës dhe i fillimit në epokë tjetër të ardhur për muslimanët e kështu me radhë. Allahu xhaleshanuhu na përdor të gjithmonë për mirë e na mundsof që të lëmë gjurmë pozitive. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ridaan lillahi ta'ala al-Fatiha.